konkluzionin e E63 W211-ës, E55-ën e kena bo E280. Unë kom pas E320 nafta, E280 benzin që kena bo, E55-ën që patëm provu. Po kjo nga 211 mund t'jetë më e mira e mundshme, sidomos po të kishte edhe P30 performance package, se ai LSD-ja për këtë lloj makine duhet, nuk e di pse ka vu standard Benzi. Këto është një ndër ato veçoritë që e bë pak më të mirë BMW-n. BMW-ja në për makina performance i ka për herë. Po pse di, Benzi pse ka vu gjithë këtë fuqi që ka makina me lon pa LSD, se di. Për qenë është Future Classic, e sigurt, shumë makinë mirë, ka ngel me testu edhe C63 204 në fakt, edhe me 510, fakt duhet tashi që ta vendosim kush është më mirë në këtë segment, duhet gjejmë më 510, edhe duhet gjejmë edhe i RS6, 5000 biturbo V10, Tentralla fort, po konkluzioni është që është shumë makinë mirë. Diferenciali e LSD-ja duhet, me gjatë P30 merreni P30, po makinë që këtë lloj motori zbohet më, edhe e klasin e ri, se di qa bëjnë, nuk besoj se dhe nxjerrin as vërtet fare, më duhet 6 piston që dhe nxjerrin tash, si të nxorën atë CLN, vetëm tu zvoglujen motorat, kështu që këto motorat aspirato vërtet janë specie rrallë, edhe vetëm do vinë duke u rrit në vlerë, se nuk replikohen më.